Ju përshëndes të gjithëve. Kam një pyetje. Pse supermarketet nuk kanë dritare? Mund të më thoni, kush nga ju di të përgjigjet kësaj pyetje? Sot do t'ju flas për një argument vërtet të rëndësishëm, sepse ndonse juve ju duket banal, disave ju duken banal, por është një argument vërtet thelbësor, sepse kështu kuptojmë se në çfarë bote jetojmë, sepse atje jashtë ka disa njerëz tepër të zgjuar që studiojnë këto gjëra, sepse siç e kemi thënë, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Dhe ju duhet që t'i dini këto informacione. Ndaj dhe jemi këtu për t'i diskutuar së bashku. Unë do t'i them atë që di. Pastaj le ta diskutojmë së bashku. Çdo gjë filloi para disa viteve. Duhet të dini që supermarketet janë ndërtuar, pra këto qendrat komerciale të mëdha janë ndërtuar, ose qendrat tregtare janë ndërtuar aty nga viti 1900 në Amerikë, për herë të parë. Mirë po, kur u ndërtuan për herë të parë këto qendra të mëdha, nuk kishin shumë njerëz brenda, pra nuk shkonin njerëz, dhe nuk dini se si t'i sillnin njerëzit që t'i çonin aty brenda, që njerëzit të mund të rrinin dhe të blinin. Sepse një qendër tregtare kaq e madhe ka shpenzime të mëdha. Po si do t'i çosh njerëzit? Filluan që të bënin publicitet. Gjithandej. Mirë po njerëzit nuk shkonin, dhe për tjetra që ishte akoma më rëndësishme, nuk ishin mësuar, sepse duhet ta mësosh njeriu që të bëjë diçka. Dhe një ditë, ky pronari i parë që bëri këtë supermarketin, të kërkonte që të bënte një tjetër supermarket. Dhe kuptoi që aty do mbaroi, sepse ishte një falimentim total. Kalonin shumë pak njerëz. Dhe duhet të dini, përpara se ta mbaroj këtë, dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastisht le t'i bëj like faqes dhe video, si shihemi sërish, sepse janë këto informacione që na rrisin informacionin dhe dijen. Dhe po thosha, kështu që duhet të dini që në 10.000 dyqane, për shembull edhe në Shqipëri, në 10.000 dyqane, 10.000, kalojnë rreth 1 milion njerëz, pra klient, në 10.000 dyqane. Të vegjël po flasim, pra në 10.000 dyqane, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia, po Mallzi, në 10.000 është bërë një studim, ndaj po ja u them, ky është studimi që është bërë kohët e fundit, në 10.000 dyqane shkojnë rreth 1 milion njerëz, pra klient, që ti mund të shkosh 2-3 herë, për shembull unë shkoj 2 herë në ditë, që në muaj janë 600 herë në vit, për shembull, ose 700 herë në vit. Shumë, po. Dhe doja t'ju pyes edhe juve sa herë shkoni ju në supermarket për të bler gjëra. Unë pasi mbaroj punën, më thoti me shoqë merr këtë merr atë, pastaj është një listë e gjatë, keni parasysh ju, dhe për familjen e detyruar të rrish shumë dhe të marrësh gjëra. Por çfarë ndodhi në vitin 1965? Pra, në vitin 1965 ndodhi një fakt i çuditshëm. Sepse, siç u thash, pasi ishin bërë këto supermarketet e mëdha, ky pronari që do të bënte një supermarket tjetër, pa që nuk este dhe nuk donte që të este më. Pra, donte që ta quhej falimentim dhe nuk donte që ndërtonte më supermarket. Mirë po, një pasdite i tha një shoku i tij, një psikolog, ku do të takoheshin, ishin shokta. Edhe ky shkoi që ta prisë, sepse psikologu i tha që më kam mbetur, kam një klient, një pacient këtu dhe dua tha që të vazhdoj dhe pak, tha po të pres. Dhe ky shkoi, u fut aty tek ai, pasi mbaroi pacientin, ky psikolog u fut brenda. Kur u fut brenda, që nuk ishte futur asnjëherë, ndoshta se ishin shok, shikon që ky psikologu s'kishte asnjë dritare për rreth. Dhe i bëri përshtypje, tha, si ka mundësi që ti s'ke dritare këtu, i tha. I tha psikologu, po, i tha, sepse e kam provuar, tha, dhe duhet dishta që suksesi im, tha, ka qenë pikërisht ky. Unë, tha, derisa kisha dritare, tha, pacientët që vinin këtu shikonin nga dritarja, ose harroheshin tek perdja, tek një send i vogël, dhe ç'bëra, tha, i mbylla që të gjitha dritaret, tha, që mos të ketë, pra të jetë komplet zi nga anë dritare, ose mur, jo zi, po mur. Dhe e ndriçova, tha, vetëm vendin aty ku të jem ballë për ballë me të. Dhe kjo është arsyeja, tha, që unë kam sukses. U mendua pronari, ai që kishte supermarketin, tha, më dhe një ide brillante, tha. Dhe unë do ta filloj një sot. Pse, si është puna? Dhe e kuptoj se përse. Dhe filluan që të flisin bashkë. I tha psikologu, ne nuk kemi folur, tha, për kjo është psikologjike. Pra ti, tha, duhet të ndërtosh një vend, tha, që njerëzit të qëndrojnë aty. Dhe duke qenë një vend i madh, tha, për shembull një supermarket, tha, njerëzit ndihen sikur do mbyten aty brenda. Dhe ndonse ti ke dritare, tha, por ti duhet bësh ta krijosh atmosferën. Dhe çfarë bëri ky? I mbylli të gjitha dritaret dhe vendosi edhe entertainment brenda. Pra mori artistat e rrugëve dhe u tha atyri pagoj nga 5 lek dhe filloi që të bënte entreteniment. Për më tepër futi muzikën
që të mbante njerëzit aty. Dhe dini se çfarë bëri? Një sukses gjigant. Në një kohë shumë të shkurtër, kur të gjithë të tjerët mendonin se supermarket nuk do të bënin më, sepse ishin këto qendrat komerciale që nuk duhet të bënin më kaq të mëdha, sepse nuk kishin sukses, këta kishin dëgjuar, nga ky moment ndryshoi gjithçka. Sepse njerëzit rrinin aty, ndonse shkonin edhe për qejf. Futeshin dhe që shkonin për qejf. Aty u erdhi ideja pastaj që ku do shkojmë, si s'bëhet në Shqipëri, për shumë Kosovë, Maqedoni apo Malzi, thuhet ku do shkojmë te ajo qendra tregtare, kot për të parë. Sepse në një dyqan ju nuk shkoni, por shkoni në një qendër tregtare. Pra një gest, një fjalë vetme e një psikologu ndryshoi totalisht, jo vetëm atë qendër komerciale që të këtij zotëris, por edhe të gjitha qendrat komerciale që nga viti 1965 deri sot kanë sukses të madh. Ju i dinit këto? Pres komentet tuaja, por do t'ju them edhe diçka tjetër. Shiko, këto janë sekrete që janë folur në vitet 60 dhe i kanë nxjerr tani. Pra, sot ne i dim këto, por para 50 viteve, pra këto suksese. Dhe merreni me mend ju që sot çfarë mund të kenë shpikur sot që ne t'i zbulojmë nesër. Merreni me mend. Dhe siç e kam thënë gjithmonë, pikërisht pra sepse këto janë informacione që njeriu duhet të di. Informacioni është dije dhe dija është pushtet. Dhe ata që i dinin ato, pra në vitet 60, ne i zbuluam sot. Kështu që një ide ndryshon jetën, jo vetëm tënden, por edhe të gjithë njerëzve ku gjendesh aty, por ndoshta edhe të gjithë botës. E di që për dikë këto duken si fantazira, ose sikur, ma e bëri ai, të gjithë jemi të aftë që t'i bëjnë. Ndaj po insistoj me këto informacionet që ndajmë këtu për ditë. Tani pres ju, më thoni sa kohë humbisni ju në supermarkete, sa zgjat koha juaj në supermarkete dhe sa shpenzoni në për supermarkete. Dhe në qoftë se shkoni ju apo shkon dikush i familjes, ose sa nga pjesëtarët e familjes shkojnë dhe sa herë shkojnë. Pres komentet tuaja, kalofshi një ditë bukur dhe ju tregova këtë sepse është një histori që më ka mbetur kujtes dhe kalofshi një pazar të këndshëm kur shkoni në supermarket dhe dëgjoni muzikë, si për shembull kjo muzika që është këtu. E di që duhet, por janë studiuar që atëherë që në 1965 në Minnesota, në Amerikë. Pres komentet tuaja dhe duhet falenderojmë atë psikologun e Minnesotës. Ju përqafoj, kalofshi bukur. Sì.